Gjykata themelore në Prishtinë sot do hoqi paraburgimin drejtorëve të institucioneve arsimore dhe shëndetësore nga territori i komunës së Graçanicës, të cilët u arrestuan me 19 maj dhe i zëvendësoi atë me masën e paraqitjes së detyrueshme në polici, konfirmoi për Kosova Online avokati Bogdan Lazić, mbrojtësi i drejtorit të shkollës së mesme teknike Nebojša Rashić. 7 drejtorët u arrestuan me 19 maj në ndyshim se kanë kryer veprën penale të shkeljes së zgjedhjes së lirë të votuesve dhe me 21 maj gjykata themelore në Prishtinë urdhëroi që ata të mbahen në paraburgim deri në 30 ditë, gjë që nga momenti i arrestimit të tyre punëtorët e institucioneve arsimore dhe shëndetësore në Kosovën Qendrore protestuan çdo ditë duke kërkuar lirimin e tyre. Një gjë të tillë e bën edhe këtë mëngjes. Autorët e panjohur thyen xhamin e dritarëve në ambulancën e Starogradsko pranë Lipjanit, e cila vepron në qendrën shëndetësore Donja Gushterica. Rasti i raportua policisë së Kosovës, e cila kreu një hetim. Zyra për Kosovë dhe Metohi u përgjigj me një mesazh se sulmi ndaj asaj strukture shëndetësore është një sulm ndaj mbijetesës së popullit serb në atë enklav, duke kujtuar se vrasjen e 14 korse serb që ai fshat pati në vitin 1999. Zyra arrin në përfundim se serbët në atë vend janë të shqetësuar me të drejtë për sigurinë e tyre pas incidentet të tilla u paraprin nga retorika antiserbe e regjimit, pandushkueshmëria për ata që janë përgjegjës dhe reagimi jo adekuat nga bashkësia ndërkombëtare. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua me drejtorin e Komisionit Evropian për zgjerim Gert-Jan Kopman, me të cilin diskutoi përparimin e mëtejshëm të Serbisë në rrugën evropiane dhe përmbushjen e detyrimeve nga procesi i pranimit. Si ishte ai, vëmendje veçantë ju kushtua harmonizimit të ligjeve gjyqësore me rekomandimin e Komisionit të Venedikut me ratimin të ligjeve të mbetura në përputhje me rekomandimet për përmirësimin e procesit zgjedhor, si dhe reformimin e REMit. Së bashku me Kopman, Vučić mori pjesë edhe në takim ekipi operacional për pranimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, i cili u përqendrua në aktivitetet që duhet ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të mëtejshëm të procesit të negociata dhe përgatitjen e grupeve të mbetura për hapje. Antari i kryesisë së listës serbe Igor Simić vlerësoi se rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë treguan se vetëm lista serbe mori votat e vërteta dhe rriti numrin e votuesve në krahasim me zgjedhjet e mëparshme, ndërsa partitë shqiptare përjetuan një fiasko. Simić deklaroi në programin e mëngjesit të radio televizionit të Serbisë se lista serbe kishte kundër saj regjimin e plotë të Albin Kurtit në zgjedhje, ndërsa Nenad Rashić mbori mbështetjen e gjithanshme nga Prishtina zyrtare. Mbrëm përfundoi numrimi i votave të kandidatëve për deputet në 10 komunat me shumicë serbe. Kryetari i listës serbe dhe bartësi i listës zgjedhore Zlatan Elek fetoi 21.855 vota dhe i dyti në atë listë është Igor Simić me 90.331 votë. Presidentja në detyrë e Kosovës Albulena Haxhiu vlerësoi se pas konfirmimit të rezultateve të zgjedhjeve, partitë politike duhet të angazhohen në dialog për të gjetur një zgjedhje në lidhje me çështjen e presidentit. Ju kujtojmë se mungesa marrëveshjes çoi në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, të cilat patën pjesëmarrje më të ulët të votuesit në vitit e fundit. Sipas 85% të votave të numëruara, lëvizja vetëvendosje mori më shumë vota me një rënje prej disa përqind krahasuar me zgjedhjet e mëparshme. Ministri për të drejtat e njeriut dhe pakicat në qeverinë e Serbisë Demo Berisha vlerësoi se bashkimi i partive shqiptare në Maltezi përfaqëson rrugën drejt realizimit të aspiratës së shqiptarëve për të krijuar një Shqipëri të madhe dhe se përgjegjja duhet të ketë është iniciativa e Partisë Demokratike Popullore për Malin e Zi për të tërhequr njohjen e Kosovës. Komentuesi Perica Gjaković thotë se bashkimi i partive shqiptare mund të sjellë atyre më shumë mandat
mandate parlamentare dhe të forcoj pozicionin negociues në formimin e qeverisë. Analisti politik Ben Andoni nuk beson se bashkimi i 3 partive shqiptare do të jep rezultat të rëndësishëm sepse ndikimi i shqiptarëve atje nuk është i madh nga pikpamja demografike. Motit e premten do të jetë i ndryshueshëm me vranësira me intervale me diell me erë të lehtë dhe me i freskë, ndërsa mot me vranësira dhe pjesërisht me shi pritet vetëm në mëngjes do të fryejë mesatare dhe fort në lindje të Serbisë her pas here, erë stuhishme veri perëndimore, ndërsa temperatura do të sillet nga 12 deri në 24 gradë Celsius.